Nuk është obligim i ligjor jone me votu kërkon pamarrëveshje politike. Dhe kur nuk ka ndodhur në Kosovë me u zgjedh kryetari i vendit pamarrëveshje politike dhe pa u kriju shumica e re parlamentare. Kjo është, si më thonë, imponimi që po don me na abuz zoti Kurti këtë herë. Por përkundër që kjo s'ka ndodhur, ne nuk kemi qenë as kryeneç, as nuk kemi qenë inaxhi, qysh jam bo edhe inaxhi dhe kryeneç vetëvendosja dhe zoti Kurti, po kemi thonë jemi të gatshëm me ta votu këdo përveç këtyne ministrave që i ke pas qeveri. Dhe është qëndrim parimur, sepse unë jam i bindun dhe i qëndroj, më besoj me argumente, propa konstatimin që ata janë përgjegjës për degradimin e domin që ka bo shtetit. Tani kanë dalë të partë, ju takon me bo propozimin, por nuk e kanë me tapi personin. I kanë mundësi, 40 mundësi ka. Do me thonë, Albin Kurti vetë, si kryeministër, edhe zavens kryeministrat e ministrat e ti, nuk i votojmë. Kondo tjetër, mundet me vendosë atë... As Albin Kurtin se votoni? Me bo me kandidatur për kryetar të parlamentit? është përgjithësi kryesor. është çështje parimore, se unë e kom dëgjuar nashta ju kishit mund ma bo, po pse s'peja votoni që me shti na fote që me dëshmu? Po, shtru edhe kjo. Zoti Kurti ka thonë sfidomni, se i gëm votat. Po manen ajo kish me qenë vërtet taktizim, edhe nuk kish me qenë parimore. S'kish me qenë parimore me thonë, a din qka, hajtë se përalojmë me udheq kuvendin një personalitet, i cila nuk e meriton me qenë aty, s'paku ju me votën ta. Nëse zoti Kurti kish me pas votat, që si ka, po shihet që 37 herë, a i mundet me na imponu naj personalitet edhe ma problematik se zonin Haxhiut. Sepse i ka votat i takon në kuptimin e demokratik fjallës kur ka shumicë parlamentare, sepse shtetet demokratik u dheqet për shumicë parlamentare. Tjetër që tash në Kosovë, interpretimi i 2014 ka thonë që i takon të parit. Shumica shteteve se kanë kështu. Unë s'po thëmë as a është mirë, as a është keq. Vetëm që shtetet funksionojnë me shumicë parlamentare. Kush do që e bën? Shumë keq. Kush do që e bën? Shumë keq. Tash na kemi arrit me bo shumicë se s'na ka ardhur as rani me provu se për këto s'kemi as drejt ligjore. Kushtetuta s'na ka dhonë këtë mundësi. Se nështë e këshim rregullu situatën. Unë po e përsëris. Shumica është e ish opozita. Pavarësisht ta jemi na bashkë as jemi, a kemi arrit marrëveshja ajo. Shumica e qytetarëve kanë votu për parti që kanë qenë në opozit dhe ai ashtu quajtur i referendumi Albin Kurtit ka dështu, sepse i ka marrë 50%, po i ka marrë 42%. Tjetër që pastaj ne s'kemi arritë si opozit me bu një alternativë të përbashkët për cilën unë edhe jam angazhu dhe komponu dhe ende besoj që është opcioni ma i mirë. 2 vjetëve, pa të thonë, në këtë studiu që fitus është qaj shumica shqiptare. 50 plus 1 kushtamer. Absolutisht, i ka 2 vjetë, ma shumë se 2 vjetë, që unë kom thonë studiot e te, shumica shqiptare, dhe më falë, shumica shqiptare, nuk e kom thonë shumica shqiptare duke i nënvlerësu komunitetet. Po, në kuptimin që na jemi 100, ata e ka 20 garantume. Që ty vim 51, sepse qikoni, unë për shambull nuk e kom bo presion personalisht, as politikisht, kolegëve të mi nga komunitetet. Pse? Sepse ata duhet me qenë qeveri. Nuk duhet me bo presion. Unë s'm kish ardhë mirë me bo qeveria me ta, dhe me bo Albin Kurti kryeministër, për shkak votave tyne. Por nuk menoj që është e duhuna me ju bo presion. Qysh ju ka bo të nëzomë zoti Kurti presion minoriteteve. Pse? Ata e përfaqësojnë komunitetet që e plotësojnë shoqërinë tonë, duhet me i përfaqësu edhe në institucione, ja u kemi garantu edhe me kushtetut që s'bën me bu presion. Po për dhe për qëta arsye, pra po insistoj. Ata kishin me ardhë edhe me neve në qeveri, qysh kanë qenë edhe me zotin Kurti një pjesë e tyne.